farmacia juaj do shes vetëm medikamentet cilat janë të gatshme apo bëni edhe kombinime compounds? Po, so bom edhe compounding, po edhe like hapa si receta si bella si kena in farmaci, e bom order e vin next day, ditën tjetër. So edhe ata ka e list o komponda se bajmë, jam të mënua me të zgjata të list, po e tash mune me bo edhe compounding, yeah. Po natyrisht, sa më shumë të shtohen, po dohet më shumë kohë ashtë. Natyrisht do kohë, po ai është thelbi profesionit, aty ka nisë farmacia. Po, jo shtoha me servisen, këta, po dohet edhe koha mje plëtsua, se do na e baj vetë shumë serioz kur e plëtsoj dishka, se gjdo patient, gjdo shqiptar, gjdo raz, ashtë se me kenë familja jeme të ecë atë në farmaci, so dua me munua sa më shumë, me regulua, me kësyrë tëna zgjonat, se mundet me pas optimum therapy, si thohet, për tëna medicinat. So jo ta munoj vetë me bon për gjdo patient, se zote janë të kësyrë gjithë so me provua për gjdo moment, you know. Jo, faleminderit që bashkoni edhe shkencën me besimin në këtë rast, jo vetëm se po e bëni në kish, por edhe mënyra se si e konceptonim mirëqenien e individit, pacientëve të mundshëm. A doni t'i bëni apel edhe mjekëve të tjerë, farmacistëve të tjerë t'ju shtohen, ju keni mikrofonin e hapur, drejt për drejt në kamer, bëni apel, kush do t'ju bashkohet, është mirë që t'ju bashkohet. Me ndil, agost 16, të kisha Shën Pollit, na kena organizim, si jena të bo event atë, mune me kësyre online, kena Google Form, se mune me aplikua me vua emnin atë, qa jeni të pru equipment e gjona për patientat tuj, mune me kenë në gjdo profesion, kena shumë profesional, mune me kenë në tavelin tante o bashku në bashk, ka me kenë shumë rëndësishme me njof njëri tjetrin, me pas kontakta, me nrua kontakta me njëri tjetrit, muna me inimua poplit ton, edhe poplit tuj, kush do se vjen, këtë me kenë shumë mirë, edhe me familjet si vinë atë, me brezet të ri, me i dhonë kuraj edhe atëne, qëre këra shqiptar ka plëtsua doktoratin, edhe jo mune me kallëzua fëmive ashe. Ndriti tha perfekt, nuk kam shumë më shtu, po thjesht edhe herë faleminderit për thirrjen tuaj. Është, do më thonë, për mua është, mendoj se kjo është gjaja më e rëndësishme si unë Ndriti dona se shqiptarët njëherë të jenë shëndetshëm, të kenë jetën e gjatë, edhe normal të jemi sa më të bashkuar. Se gjithmonë jena për ça. Edhe shpresoj që mjekësia historikisht, po them paktën 6 dekadet e fundit, po them se njerëzit shqiptarët tonë në Michigan janë avancu shumë, kanë jetë shumë përpara, edhe na deri tash na ka përmirë Zoti, marrë falënderit për Zotit, edhe njerëzit që na kanë ndihmu. Po kena qef si koleg, studentat, edhe doktorët të ardhmës, të vinë në eventet të tilla, jo vetëm për këtë që kena bën na, po edhe të eventet e tjera, të mësojnë, kontribuojnë, të ndihmojnë vetin edhe njëri tjetrin. Edhe kjo shpresoj si do të rritet, si të jemi më të bashkuar edhe të ecim përpara gjithë bashkë. So, normal, kolegët tonë janë shumë zonën, kanë shumë përgjegjësi, sidomos mjekët që janë nëpër spitale, në orë të ndryshme. Edhe kjo se vini gjysmë orë si orë, mjafton. Thjesht kjo se mund të ndihmojnë një person, e kam bërë punën e tyre në mendoj. Mund të thoni edhe anglisht këtë apel. August 16th, on a Sunday, St. Paul's Catholic Church, at 11 a.m. to 6 p.m., we'll be hosting an event where it is going to be a free health fair for everyone.
We would like to extend an invitation to all the professions and your staff including. I contacted some of the AASO student organization. You are also welcome to come and volunteer and even get some shadowing and feedback from current providers to see which route you want to go into your schooling. So we have that, and if when you apply in the Google form, just fill that out. You can search us on Instagram or on our website, and we have the forms on there. It's kind of a long Google form thing, but you can find it on there, and just anything you're gonna bring, just bring the equipment you need there, and we'll provide the best service we can to every individual that comes by. So, thank you for everything. Faleminderit. Qofse do kishe gjyshin tënë, çfarë do t'i thoshe? Po thuj se shumica pacientëve si shoh unë pak në të klinika jashtë operacione kozmetike se banja janë mosha pensioniste ose mosha ma moshuar. Aty në moshën e vjetër nisin shumë probleme si reumatizmi ose arthritis, nisin problemet vaskulare, problemet e kocave, problemet e dermatologe, e shumë problemet të ndryshme. Sidomos kardiovaskulare, nervore, siç i ka bashk smundja e sheqerit. Smundja e sheqerit faktikisht është një ndër smundjet ma të këqija që ekziston, edhe pothuajse 90 milion vet në Amerikë kanë diabetes sot për sot. Aja është gati qereku i popullsisë. Edhe është një smundje si emri nuk e shpjegon mirë. Diabetes nuk i jep kuptim, se do të thonë thjesht diabetes do të thonë sheqer ose rritje e sheqerit, po me i dhënë një emër specifik smundje e sheqerit është thjesht smundje kardiovaskulare dhe smundje e nervave bashk. Asi me marr xham të vogël dhe me fut në nerv ose në arterie. Është shumë e rrezikshme. So, mosha ma vjetër, me kanë gjyshjem kishe me i thonë, bën çmosin si gjithmonë me shku të mjeku, me gjetë mjek si i beson, si mund komunikosh haptas me ta, si ka eksperiencë edhe stërvitje të lartë, edhe si mund bëjnë gjëra preventive. 80% smundjeve edhe disorders sot për sot që ekzistojnë mund nalen herët, e kjo se kapin herët mund t'i evitosh. Po edhe jashtë zanadit tem, konsiderat më të rrezikshme sot për sot e shumë smundje të tjera. Biologjia ndryshon çdo sekond, so kur ke i mjek ose i medical center si spital si ta njeh shnetin, i ka rezultatet tuja, është mirë me shku. Na kjo se shkojmë ndrojmë gomat edhe vojnë makinës rregullisht, makina tregon se ke 75% oil life si ka med. Pse mos me ditë këtë për trupin tanë? Është më mirë me ditë se mos me ditë. E janë shumë smundje, si infarkti, si stroke, si janë të kriju shumë probleme në komunitetin tonë, si që kam unë re, si mund t'i nalim. Po pse mos me i nalë herët, si mos kur ke një rini, sot për sot si ka jetë shumë në shkollë, dhe më thonë, na jena shumë pak, jena veç 2 vetë, po komunitetin shqiptar ka qina doktora këtu në Michigan, bela mia infermier, hundreds of PAs. Pse popullsia jonë të vujnë, kur na kena shumë persona që janë profesionista si mund të na japin informat, e mund të na ndihmojnë. A keni mendu për një shoqat apo të mjekëve dhe shërbimeve shëndetësore shqiptaro-amerikane këtu në Michigan, që ka një popullsi mbi 150.000, relativisht, sepse po të shohim edhe migracionin e vjetër edhe nga vendet e tjera, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Malësia, dhe që ka shumicë, por edhe nga Maqedonia dhe nga trojet e tjera shqiptare, ka mjaft shqiptar këtu. Edhe unë mendoj që ky nismë juaj mos jetë vetëm ky event, po të keni edhe është organizuar në New York një asociacioni mjekëve aty, di që është edhe për mjekët
në New York ishte tjetër për mjekët e sëmundjeve të brendshme të gastrointestinale. Po, ajo shoqat e ka emrin Albanian American Medical Society. Me janë të shoqat e këna bon herën e parë si këna bon health fair e 2021. So janë lidhën për tonë Amerikën. E kë shoqata se ato organizua, shoqata se kam kryua na, ashtë me një mua nzyre për medical, po ashtë edhe për shoqat për multilateral thohet. Tash multilateral është çdo profesionistat, avokata. Është e hapur edhe për profesionet e tjera. Po, shumë bukur. So për gjithkush, so është me mblill ton, se me thonë, njerëz si janë në zonat nërsh, profesionat nërsh, me pas kontakt me njëri tjetrin. Se në mënyrë bëla ke nevojë për avokat për biznes, ose ke nevojë let's say professionals. Professionals. So është lidhur me të dyja ashtu, po i tash janë ato bon health fair, se përpara se me bon diçka, duhet me pas shnedjen korrekt. Se ke mi probleme kur e ke shnedjen korrekt. Kur se ke shnedjen korrekt, ke një problem. So e ta është në mënyra me plotësuaj këtë, si loj shahet, me plotësuaj këtë e herë, atëherë me shkua të zona tira me përfunuan. Ti duke që lun shaun mirë, sepse nga rruga se si ke ndjek për me hapë armëllësin. Po, ka mësua baba me luj shaun, shumë mirë. Ju falenderoj shumë për pranin tuaj në studio, për iniciativën që keni marë, që i shërben komunitetit para së gjithash, i shërben edhe ju, po duke shërbyer ju sërisht ja ktheni komunitetit shërbimin, dhe i them të gjithë shqiptarëve, të gjithë të rinjve, të cilët janë në universitete, në fushat e tyre, është mirë që jo vetëm në shoqatat studentore që kanë, si shteti në Wayne State apo në universitetet tjera, të ruajnë marrëdhëniet alumni, Albanian alumni, se fillojnë të dyja me A, dhe të kenë mundësinë që brezi i arshëm, komuniteti ynë, të ketë jo vetëm mjekë, kurse përmendët ju, por dhe juriste dhe punojnës, inxhinjer, punojnës e të fushave të ndryshme, pavarësisht se mund punojnë në ndërmarrje apo në sipërmarrje të mëdha, secili ka nevojë për njëri tjetrin, dhe ne si komb, duke qenë relativisht një komb i vogël, por këtu, në këtë vend të madh, siç janë Shtetet e Bashkuara, që të krijojnë mundësinë kujdo që të zhvillohet, të ecë përpara, atëherë na mbetet vetëm t'ju urojmë punë të mbarë, edhe natyrisht aktivitetin ne do t'jemi të pranishëm aty, do t'a filmojmë, edhe të krijojmë mundësi që edhe nëpërmjet të reklamimit, nëpërmjet të mundësive, programeve të tilla, apo në grupa apo dhe individuale, t'i japim mundësi komunitetit tonë që të eci përpara. Ju faleminderit. Faleminderit për jush. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ishte kënaqësi të kisha sot në studio dy punonjës të shërbimit shëndetësor me nismën e tyre për të ndihmuar komunitetin ton për të qenë sa më të shëndetshëm. Kjo është më e rëndësishme për çdo, se qenia e një trupi dhe mendje të shëndosh është ajo që na çon përpara, dhe natyrisht i shërben edhe profesionit të tyre, të rendit të Hipokratit, të cilët e kanë bërë atë betim për t'ju shërbyer të gjithë njerëzve. Miru takofshim në emisionet tjerë.